Mirë se erdhët në qeverinë e Republikës Kosovës, qeveria e të gjithë qytetarëve të vendit tonë pa dallim. Me shumë kënaqësi ju drejtohem sot në hapjen e edicionit të 9 të javës së krenarisë në Kosovë, e cila po mbahet në titullin Asnjë hap mbrapa. Të rëndësishme janë ngjarjet së javës së krenarisë në betejën për liri dhe të drejta të barabarta, pavarësisht orientimit seksual apo identitetit seksual. Prania e të gjithë juve këtu dhe mbajtja e javës së krenarisë për të 9-ën herë në Kosovë dëshmon gjallërinë dhe aktivizmin e komunitetit. Mirë po për fat të keq, përvojat dëmshme nuk janë të panjohura për disa pjesëtar të komunitetit LGBTQI+, edhe sot edhe në Kosovë sikurse në vende të tjera. Ndjenjat e turpit dhe të veturrejtjes, mospranimi nga familja dhe diskriminimi në shoqëri janë dukuri të cilat të gjithë ne që besojmë fort në liri dhe në barazi duhet t'i luftojmë së bashku, të zotohemi se do të vazhdojmë përpara pa asnjë hap mbrapa. Në këtë drejtim, institucionet shtetërore janë në krye detyrës. Qeveria jonë po punon vazhdimisht për zhvillimin e politikave adekuate për një shoqëri gjithëpërfshirëse me trajtim të barabartë për gjithë dhe pa diskriminim. Në koordinimin e zyrës për qeverisje të mirë pranë zyrës së kryeministrit është hartuar një plan veprimi për të drejtat e personave LGBTQI+ në Republikën e Kosovës 2025-2027, i cili pritet të finalizohet dhe të miratohet nga qeveria në këtë vit. Ky plan veprimi synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për parandalimin e diskriminimit, si dhe të ndërmarrë veprime konkrete nga institucionet në fushat e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë mes tjerash. Gjithashtu në udhëheqjen e zyrës së kryeministrit funksionon grupi këshillues dhe koordinues për të drejtat e komunitetit LGBTQI+ në Kosovë, një mekanizëm kyç për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe parandalimin e diskriminimit. Ky mekanizëm përbëhet nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe të ministrive përkatëse, përfaqësues të gjyqësorit, prokurorit të shtetit dhe të policisë së Kosovës, përfaqësues të komunave dhe të qendrave për punë sociale, si dhe partner ndërkombëtar. Të gjitha këto institucione po punojnë së bashku dhe pa u ndalur për një Kosovë më të drejtë dhe më të barabartë. Nobelistin shkencët ekonomike Amartya Sen shkruan për, po e citoj, mundësinë për të shfaqur në publik pa turp. The ability to appear in public without shame, si një aspekt i domosdoshëm i barazisë mes qytetarëve. Pikërisht në këtë drejtim, mbajtja e javës së krenarisë është një traditë kuptimplote e me rëndësi për Kosovën. Kjo javë dhe të gjitha ngjarjet që do zhvillohen si pjesë të saj, e mbështesin fuqishëm parimin që secili prej nesh ka të drejtë të shfaqet në publik ashtu siç është, pa turp, pa siklet dhe pa poshtrim. Pikërisht pse jemi njerëz të ndryshëm, duhet të jemi të barabartë si njerëz. E nëse duhet, atëherë mundemi. Ju faleminderit dhe ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të frutshme. Realisht kom menduar gjatë se çfarë do të them sot. E sinqerisht doja shumë të filloja me një listë të sukseseve këtë javë të krenarisë. Doja të tregoja se kemi ndërtuar një strehimore që nuk është vetëm një ndërtesë për një shpëtim për ata e ato që çdo ditë përballen me dhunë, përjashtim dhe frikë në vetë shtëpitë e tyre. Doja të thosha me krenarisë se martesa mes personave të seksit të njëjtë sot është realitet ligjor. Se identiteti gjinor njihet me dinjitet në këtë vend, se personat trans nuk i kanë më të nevojshme të kalojnë kufijin për të marrë kujdes shëndetësor. Se nuk jetojmë më me frikën e përjashtimit, por me mundësinë e jetës së lirë. Doja të thosha, shikoni se ku kemi arritur. Por e vërteta është kjo, ende nuk kemi afër për të arritur këtë gjëra. Dhe këtë nuk e them nga pesimizmi, por nga realiteti që jetojmë çdo ditë. Strehimoria nuk ekziston për shkak se shteti ka dështuar të mbrojë qytetarët e vet, sepse martesa mes personave të seksit të njëjtë ende është vetëm një kauz e jo një e drejtë, sepse identiteti gjinor i njohur ligjërisht është përjashtim e jo rregull. Sepse shërbimet për persona transgjinor janë të pakta, të paqashme, të pamjaftueshme dhe shpesh të shoqëruara me turp dhe përçmim.
E gjua e urrejtës jo vetëm që nuk është zbehur, është bërë më institucionale, më e rafinuar e më e lehtëshme. Urrejtja nuk është vetëm një komend në rrjetet sociale të nderuar. Është një vendim gjyqësor që nuk jep drejtësi. Është një deputet që përdor folklorin për të dehumanizuar njerëz, është një shkollë që nuk vrohen fëmijët LGBTI. Dhe le ta themi hapur, këtu në Kosovë, identiteti gjinor dhe seksual janë ende arsye për të mos ndjerë siguri, për të mos pasur të ardhme, për të mos ekzistuar lirshëm. Për shtetin tonë, shpesh, fatkeqësisht, ne nuk ekzistojmë. Ekzistojmë vetëm në strategji të papërfundume, në draft ligje që mbetën e sirtare, në fjalimin që bëhen një ditë në vit, si kjo e sotit. Por ne nuk jemi numra, nuk kemi agenda politike, ne jemi njerëz. Dhe kjo dhunë që përjetojmë nuk është më spërputje vlerash, është dhunë e vërtet, është përjashtim, është heshtje, është ikje nga përgjegjësia. Dhe le ta themi edhe më qartë, nuk kemi më hapësirë për durim. Kemi pritur, kemi shpjeguar, kemi edukuar e kemi kërkuar. Tani është koha për llogari. Institucionet që heshtin janë bashkëfajtore. Politikanët që përdorin urrejtjen për vota janë të rrezikshëm. Shoqëria që i sheh persona LGBTI si çështje kontestuese e jo si njerëz është një shoqëri që ka nevojë për të rifilluar dokimin nga fillimi. Por, përkundër gjithë kësaj, ne jemi ende këtu. Jo sepse kemi pasur privilegje, por sepse kemi pasur guximin, sepse kemi ndërtuar komunitete atëherë kur askush nuk na ka dhënë hapësirën. This is the week of celebration, reflection, visibility, and renewed commitment to human dignity and equality. My congratulations to the LGBTIQ community for everything you have done in Kosovo. Thanks for your courage and thanks for your activism. Should I do it again? Times worldwide are very difficult. There's a lot of uncertainty. But on behalf of the European Union, I can confirm that we are firmly committed to the rights of the LGBTIQ plus persons. These are not special rights. These are human rights. And our vision in the European Union is greater protection, inclusion, non-discrimination across the European Union in all our member states, I repeat, in all our member states and in our partner countries. And in this regard, Kosovo is doing well, because many important things have happened. The fact itself that the Pride Parade happened every year without any incident is a sign of normalization and acceptance. I would also like to highlight important milestone for justice in Kosovo. First time a breakthrough judicial decision confirmed in an indictment on a case of a severe hate crime involving abduction, physical injuries and threats to personal privacy of the LGBTQI+ person. Here I equally commend the tireless work of the civil society organizations have done for the legal assistance and for monitoring this process. However, the journey towards equality never ends. And unfortunately, I have to mention here also some public discriminatory statements during the election campaign and also episodes in the Kosovo Assembly. Those are not acceptable. And I very much appreciate all of those who condemned this kind of behavior. It is a distinct honor to once again be part of the opening of the Pride Parade here in Pristina. As you all know, Sweden is a staunch supporter of the community, but this community has been challenged every single day. I googled this, and I understand we had over 350 people killed last year in the LGBTQI plus community.
A few days ago, there was a ruling by the, not a ruling, but it was an opinion by the Advocate General of the European Court of Justice. It's a non-binding, so we're still waiting for the final ruling from the court. But so this was an opinion from the Advocate General, Tamara Chapeta, who said that one country among the EU member states has implemented anti-LGBTQI plus rules, and that her opinion was that this is breaching European Union law. We don't have a final ruling on this yet, but this is a step in the right direction. The Swedish Minister of European Affairs, Jessica Rosencrantz, tweeted about this today in a very strong message supporting this opinion. The former Swedish Prime Minister Stefan Löfven once said, "Everyone deserves to live their truth openly without fear and discrimination." That is what guides Sweden's unwavering support for the community around the world. But as the Prime Minister himself also pointed out, there are daily challenges all the time. We believe, and I did mention this last year as well, I'm not sure how much we have progressed since last year, I'm afraid, on these particular issues, but that's why I would like to reiterate them today as well. There are a number of recommendations that needs to be adhered to. The first one is a safe shelter for the LGBTQI plus community. The second one is to have inclusive affirming healthcare for transgender persons. The third point is, of course, to have legal gender recognition in the civil code. And lastly is that we need to continue to fight hate speech and hate crimes, as the EU ambassador also underlined. Thank you so much, and I hope we'll have an exciting week in the Pride Parade. Thank you.